Ryanair, linja ajrore më e madhe e Europës, njoftoi se do të reduktojë numrin e avionëve dhe veprimtarinë në aeroportin e Charleroi me 1.1 milion vende të ofruara në vitin 2026 dhe 1.1 milion të tjera në 2027. Shkaku për këtë vendim është bërë një taks prej 3 eurosh që Këshilli i Qytetit vendosi për çdo pasagjer i cili niset nga aeroporti i Charleroi. Ndërkohë, paralelisht qeveria belge ka njoftuar pesëfishimin e taksave për pasagjerët që fluturojnë me linjat ajrore nga 2 euro për pasagjer, që janë aktualisht në 10 euro, duke filluar nga 1 janari 2027. Vetëm qeveria belge mund të jetë kaq idiote sa të rrisë taksat e aviacionit 5 fish, në një kohë kur Suedia, Hungaria, Italia, Slovakia dhe Shqipëria po i heqin taksat e tyre të aviacionit. Këto taksa kanë dështuar dhe kanë dëmtuar udhëtimin ajror dhe turizmin në shumë vende të BE-s, prandaj po hiqen, deklaroi drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O'Leary. Kompania e fluturimeve ajrore i bëri thirrje publikisht kryeministrit në Belgjik që të anullojë këto rritje të pamenduara të taksave, të cilat do të dëmtojnë konkurrueshmërinë e Belgjikës dhe do t'i kushtojnë Belgjikës miliona pasagjerë, mira fluturime dhe mira vende pune në turizëm dhe industrinë mbështetëse. Ryanair, e cila është linja ajrore më e madhe e Belgjikës, e që transportoi 11.6 milion pasagjerë për në Belgjik dhe nga ajo në vitin 2025, tani do ta ulë këtë shifër në 10.6 milion në vitin 2026, nëse Këshilli i Charleroi vazhdon me planin e tij të taksave prej 3 eurosh dhe do ta ulë atë më tej në 9.6 milion pasagjerë në vit në 2027, nëse qeveria belge nuk e anullon këtë rritje idiote 5 fish të taksave të pasagjerëve, tha më tej Ryanair përmes një njoftimi zyrtar. Kompania irlandeze ka identifikuar Suedinë, Italinë, Slovakinë dhe Shqipërinë si objektivat e saj kryesorë të rritjes për grupin, si pjesë e përpjekjeve të linjës ajrore për të zhvendosur kapacitetin nga tregjet që rrisin taksat, si Belgjika. Ne do të vazhdojmë të ulim numrin e fluturimeve derisa qeveria belge të heqë këto taksa idiote, deklaroi drejtori ekzekutiv i grupit O'Leary. Sipas tij, avionët që do të hiqen nga Belgjika do të ridislokohen në vende të tjera dhe avion të rinj do të shkojnë në Suedi dhe në bazën e Ryanair në Tiranë. Po shtojmë 4 avion të rinj në Stockholm këtë vit. Në Shqipëri me taksa zero po hapim një bazë me 4 avion, tha Michael O'Leary. Mendojmë se këtë dimër po planifikojmë të zhvendosim 4 ose 5 prej këtyre avionëve nga Charleroi. Ata do të shkojnë në Slovaki, Itali dhe Suedi, dhe ky është dëmi që shkaktojnë këto taksa, përfundoi ai.